diçka që është imponu. Gjithsesi, duhet me lezu si sinjal për ndryshim, por në esencë, në thelb prapë është e njëjta struktura, njëjta frymë e zotit Haradinaj, prandaj kjo për leximin tim gjithsesi nga interpretimi im është një fleksibilitet partijak për me tregu antarësisë se ai nuk është lideri me kult të udhëheqjes, por është hapur mundësia për zaventësim, për ndrim. Gjë që është një gjest i mirë, pa më dyshe, sa ka reflektim në parti në aspektin e dezorganizimit me që lideri shumë vjeçar dhe personifikimi emblema, logoja e AK-s Haradinaj nuk është në ndeshjen e parë. Për mendimin tim nuk është kjo diçka që pengon, përkatësisht nuk ndikon dhe interferon në vota, sepse dihet deri më tani se në të gjitha zgjedhjet parafërsisht në një përqindje 85-90% është njëjtë elektorat, njëjta strukturë, njëjta zona të zgjedhjeve në kuptimin e regionit, prandaj nuk shoh diçka shumë të veçantë. Unë shoh një rritje të lehtë të AK-s në këto zgjedhje, e ajo rritje lehtë mund të përkthehet dhe lezohet pikërisht me këto ndryshime të cilat thamë janë nuk janë shumë domethënëse, megjithatë të një strukture të caktuar mund të kenë efektin e vet për me hek paragjykimet eventuale që ka pas një strukturë elektoratit apo një pjesë elektoratit se Haradinaj dhe vetëm Haradinaj se vllazërit Haradinaj janë aty alfa dhe omega. Jo, ai po nshon vend, s'po do me qenë as i drejtshëm e parë, për e përshëndes këtë iniciativë dhe e lexoj si diçka shumë të mirë fleksibile politike. Në LDK